Arlind, dje ka dalë raporti i Health Effects Institute dhe sipas këtij raporti, vdekjet nga ajri i ndotur në Shqipëri janë 3 herë më të larta se në Bashkimin Evropian. Si shpjegohet kjo, sepse Shqipëria nuk është asnjë vend që ka industri të zhvilluar? Kjo është pasojë e fakt që ne nuk kemi shtet të drejtës, ne nuk kemi shtet që planifikon nga klama urbanistike, që përcakton standarde se ku do ndërtohet, sa do ndërtohet, cili do të jetë efekti në jetën urbane dhe në shëndetin e qytetarëve. Në Tiranë sidomos, ndërtohet të mënyrë kafshërore. Pluri është i pakontrolluar. Nuk ka ose ka gjithje më pak hapësira të gjelbra, parqe. Nafta që përdorim ne është një cilësi shumë të keqe, nuk bëhen kontrollet. Pra ky është një shtet aq i kapur nga oligarkët, aq i korruptuar, saqë nuk do t'ja di as për ABC-n e shëndetit të qytetarëve. Unë e di sepse ka disa raporte ndërkombëtare që tregojnë se në Shqipëri dhe në Tiranë norma e vdekshmërisë nga ndotja e ajrit është disa herë më e lartë se në vendet e tjera. Mijëra qytetarë vdesin në Tiranë nga efektet e ndotjes, dhe kjo do të thotë që politika e korruptuar vret. Pa përveç se na vjedh, edhe na vret. Dhe kjo është një arsye vërtet e fortë që ne t'i kundërvihemi. Dhe sigurisht që në Shqipëri ka një alternativë vërtet, një alternativë që kundërvihet oligarkisë, korrupsionit politik e gjitha dallavereve, që ka idetë se si mund të transformohet për mirë qyteti ynë dhe vendi ynë, dhe sigurisht kjo alternativë quhet Lëvizja Bashkë. Faleminderit.